Shqipëria voton të dielën e 11 majit për të zgjedhur qeverinë e re dhe parlamentin e ri. Sot të gjitha partitë të vjetra e të reja mbyllin zyrtarisht fushatën elektorale një mujore dhe në mesnat bie gongu pasi vendi hyn në heshtje zgjedhore 24 orëshe. Shqetësime po ngrihen orët e fundit për situatën me votën e diasporës ku zarfet me votat kanë marrë arratin. Mësohet se gjatë orëve të fundit kanë mbërritur edhe 6.000 zarfe nga emigrantët. Ndërkohë 8 maj, pra një ditë më parë, skadoi edhe afati zyrtar që zarfet me fletët e votimit e emigrantëve shqiptar të qëndrojnë në pikat e DHL-s në të gjitha shtetet. Nga kjo datë u përjashtua vetëm Greqia, e cila e mbyll sot afatin zyrtar për dorëzimin e të gjithë zarfeve me vota pranë pikave të postës. Problematikat në shtetin grek, sikurse janë denoncuar thuajse çdo ditë edhe nga opozita, janë të shumta: votat filmuara, zarfe me nga 2 flet votimi brenda, materiale që merren dhe nuk kthehen në pikat e postës e të tjerë. Me skadimin e sotëm të afatit përfundimtar për dorëzimin e votave të emigrantëve, në orët e mesnatës do të mësohet edhe numri sakt se sa vota pavarësisht numrit të regjistruar për 11 majin janë dorëzuar për Shqipërinë. Për pak minuta Partia Socialiste nis mbylljen zyrtare të fushatës në një event posaçëm në Parkun Olimpik me show gjigant me këngë valle, fiks sikur të festoj para kohë fitoren e 11 majit me 88 mandate, siç dëshiron dhe urdhëron kryeministri. Jo për gjë, por ka punuar për këtë ditë. Rama apelon shqiptarët të japin edhe një herë dërmën bufit Kënetës, ta thajnë fare këtë të fundit dhe të vullosin regjimin e tij mbretëror 16 vjeçar. Ashtu sikurse e nisi edhe po e Bitis. Edhe mbyllja e fushatës Ramës është me nota tallavaje. Mesazhi i fundit para ditës së gjykimit. Në fakt, kjo fjali tingëllon si e rënd, por nuk e kemi fjalën që Edi Rama do të shpreh dëshirën e tij të fundit para ekzekutimit politik të dielën. Jo, Edi Rama i bëri sot thirrjen e fundit emigrantëve që të dorëzojnë zarfet që të nisen për Shqipëri se erdhi 11 maj dhe nesër është heshtje zgjedhore, ai nuk flet dot më. Po ai ka të garantuara nga 74 minimumi deri tek 88 maksimumi mandatet kryeministri. Pse shqetësohet për votat e diasporës tek e fundit? Aktualisht Sali Berisha dhe Partia Demokratike me aleatët në koalicionin Aleanca për Shqipërinë Madhështore është duke mbajtur aktivitetin përmbyllës të fushatës elektorale. Demokratët janë mbledhur te Bulevardi i Ri i Tiranës në një event me fjalime, premtime, muzikë, brohorima e shumë besim se do të fitojnë edhe pse gjithçka flet ndryshe. Mirë po, perla e sotme e Berishës nisi që pa filluar ende i thon kësaj pune. Sa doli në konferencën e sotme për shtyp me gazetarët në selinë e Partisë Demokratike, Berisha tha se kjo është konferenca e fundit si lideri i opozitës, pasi do të jetë pas 11 majit kryeministër. Për Berishën shpirti i kësaj fushate ishte diaspora. Në fakt, këtu qartazi nuk di çfarë të thotë, se është po Partia Demokratike që po kërkon audit dhe hetim urgjent pasi pretendon për manipulime dhe batërdi me diasporën, sidomos në Greqi, ndërsa Krisla Civitane quan faktor madhështor të kësaj fushate elektorale. Berisha tha sot se organizata më e fuqishme politike e Europës e denoncoi Edi Ramën për blerjen e votës me 5 forma. Se tani ka marrë edhe zemër doktori se pagoi qimet e kokës vetëm për të thënë një gazetar që mund të shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vetëm për kaq. Spak nxjerr blof Tom Doshin, jo se pritej ndryshe në fakt. Kreu i PSD-s deklaroi se asnjë agent i drejtësisë nuk ka shkuar në asnjë persona shtab të tyre elektoral. Mirë po, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka ushtruar kontroll biznesit dhe mjetit të kreut të PSD-s në malësi të madhe për blerje votash. Mësohet se urdhri është dhënë nga gjyqtari Erion Bani. Në dosje evidentohet se nga referimi që është bërë në Spak nga oficerët e policisë gjyqësore të Shkodrës hidhen dyshime se kryetari aktuali PSD-s në malësi të madhe Ardian Hysa, 46 vjeç, nga Kopliku, është angazhuar në fushat zgjedhore për PSD-n e Tom Doshit duke ofruar para për zgjedhës të ndryshëm kryesisht në zonën e malësisë së madhe. Shumat monetare sipas Spaku dyshohet se merren nga përfaqësues të tjerë të kësaj partie politike, të cilët punojnë në qarkun e Shkodrës. Spak ka marrë në pyetje oficerët e policisë gjyqësore, të cilët kanë referuar materialin hetimor, Besmir Çardaku dhe Esmira Kurtaj, të cilët kanë thënë se informacionin e kanë marrë nga 3 burime të ndryshme policore për përfshirjen e kryetarit të PSD-s në malësi të madhe në blerje votash. Policia ka zbardhur po ashtu një komunikim të Ardian Hysës me qytetarin Florence Tonin Kalaj, i cili i kërkon favore në këmbim të votave edhe të njerëzve të tij. Spak thot se nga përmbajtja e këtyre komunikimeve krijohet bindja se Ardian Hysa, në bashkëpunim me shtetas të tjerë ende të pa identifikuar, janë përfshirë jo vetëm në blerje votash, por edhe në marrje kartash qytetarëve të ndryshëm me qëllim që këta të fundit të mos marrin pjesë në votimet e 11 majit. Për të gjitha këto dyshime, Spak kërkon në gjykatën e posaçme kontrollin e Ardian Hysës dhe Florence Kalajt.
Një mesazh i fortë është lëshuar sot nga ambasada amerikane në Tiranë. Për këdo mund të interpretohet edhe me kuptime indirekte. Vetëm 2 ditë para zgjedhjeve parlamentare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bëjnë thirrje shqiptarëve të mos e shesin votën. A është ky një mesazh për pushtetin? Se zakonisht pushteti priret i vendosë një çmim votës, jo se përjashtohet opozita, sidomos kjo që kemi ne në fakt. Megjithatë, ky mund të jetë edhe një mesazh klishe dhe formal, siç bëhet rëndom përpara çdo palëzgjedhjeje. Vota jote është zëri yt, vota jote është e ardhmja jote, vota jote nuk ka çmim, në postimin e ambasadës amerikane në Tiranë. Në fakt, në çdo vend të botës kjo është një normë bazike dhe e zakonshme, por duke qenë se ne jemi ndryshe dhe vend për së prapthi, ky mesazh duhet trajtuar si i jashtëzakonshëm. Policia e shtetit publikoi sot planin e masave për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Sipas këtij plani, bëhet me dije se janë 93 objekte zgjedhore ku janë vendosur komisionet e KZAZ-ve dhe 5225 qendra votimi. Për ruajtjen e kësaj infrastrukture do të angazhohen mbi 5000 punonjës policie. Po ashtu i njëjti plan masash do të vazhdojë zbatimin edhe për procesin e numërimit të votave në të gjithë territorin e vendit. Policia e shtetit tashmë ka marrë në ruajtje objektet zgjedhore që shërbejnë si KZAZ, që në momentin që kanë shkuar materialet zgjedhore si edhe kryen shërbim në momentin që largohet komisioni i KZAZ-s nga objekti. Lista me 5316 punonjës policie dhe automjete policie që do të angazhohen për ruajtjen e objekteve zgjedhore dhe shoqërimin e materialeve është dërguar në KQZ dhe është miratuar. Ditën e diel që është edhe dita finale me dorëzimin në mëngjes të objekteve që shërbejnë si qendra votimi, punonjësit e policisë do të tërhiqen në vend grumbullimet e përcaktuara dhe do të rikthehen për të bërë shoqërimin e materialeve zgjedhore në drejtim të KZAZ-ve në orën 19:00. Gjatë ditës së votimit, në rast se nga komisionet e qendrave të votimit, koordinatorët KZAZ apo KQZ-ja do të kenë kërkesa për ndërhyrjen e policisë në zbatim të kodit zgjedhor, policia ka lënë pikat e kontaktit me komisionet dhe do të veprojë në kohë konform përcaktimeve ligjore, thuhet në reagimin e sotëm zyrtar të policisë së shtetit. Kryetari i Bashkisë së Pogradecit Ilir Xhakolli ka një të kaluar të dyshimt që lidhet me korrupsionin, rrëshfetet, falsifikimin e dokumenteve dhe bashkëpunimin me krimin, veçanërisht gjatë viteve 92-2005 kur ai shërbente si doganier në pikën kufitare të Kapshticës në emrin Ilirian Xhako. Emrin e ndryshoi para se të kandidonte dhe të bëhej deputet i Partisë Socialiste, ndërsa praktikat e tij korruptive nuk i ndaloi as kur u zgjodh kryetari i Bashkisë së Pogradecit në vitin 2019. Për realizimin e këtyre praktikave ai ka vendosur në krye të bashkisë sekretarin e përgjithshëm Dritan Babasuli, të cilit i ka deleguar jo vetëm kompetencat ligjore, por edhe ato për pazare dhe manipulime fondesh. Babasuli është kthyer kështu në figurën kyçe të abuzimeve dhe skandaleve financiare në këtë bashki. Në rolin e sekretarit përgjithshëm Dritan Babasuli është praktikisht funksionari numër 2 pas kryebashkiakut. Ai administron dhe firmos fondet, tenderët, emërimet dhe shkarkimet, kontratat e privatizimeve dhe qiradhënieve për pasuritë publike si toka, ndërtesa, pyje, brigje të liçenit, si edhe fondet e ndihmës sociale, bursave, arsimit dhe karburanteve. Në bazë të informacioneve të verifikuara, 80% e tenderëve që hartohen në mbikëqyrjen e Babasulit janë të dyshim dhe problematik. Këta tender kanë fonde e limit shumë më të larta se vlera reale e tregut, zhvillohen pa konkurrencë të vërtet dhe shpesh skualifikohen ofertat e ulta në favor të kompanive të përzgjedhura. Vetëm nga këto abuzime Bashkisë së Pogradecit janë shkaktuar rreth 11 milionë euro dëme financiare, ndërsa 33 kontrata investimesh janë realizuar në vetëm 40 deri 60% të projektit, megjithëse pagesat janë kryer në masën 100%. Gjendet pas 6 ditësh kërkime trupi i pajetit të riut Fadromis në Klos. 29 vjeçari Ardit Beshiri kërkohej që prej 3 majit pasi u fundos bashkë me mjetin ekskavator teksa po punonte në një stok minerali në zonën e njohur si Qaf Burrel të Klosit, ai u gjet vetëm fal punës së forcave të sigurisë së Kosovës se të ishte për këta tanët normal se nga Shqipëria as e vun ujë në zjarr, sepse janë të lidhura interesat e shtetit me kompanitë turke a kineze përgjegjëse. Tragjedi mbi tragjedi. Jati i të riut lutej çdo ditë për ndihmë dhe askush nuk i përgjigjej. Mizoria në këtë vend nuk njeh asnjë limit. Duke parë situatën e pashpresë, u detyruan të kontribuonin forcat e sigurisë Kosovës. Megjithatë nuk mjafton me kaq. Ky shtet duhet të hetojë nga fillimi në fund këtë ngjarje dhe të çojë para drejtësisë përgjegjësit. Gjykata e Tiranës kalon për gjykim dosjen e autorëve të dyshuar të vrasjes së Gentian Bejtjes. Kjo ngjarje ka ndodhur në muajin mars të vitit 2024 në Larushk të Fushkrujës. Të pandehur janë Ilir Besharaj dhe Edison Haxhiu, ndërsa në kërkim ndërkombëtar vijon të jetë Florian Plaku, i cili dyshohet se qëndron në Dubai. Në seancën gjyqësore ditën e sotme mungoi Ilir Besharaj, i cili paraqiti një raport mjekësor ku sqaroi se arsyeja e mungesës lidhej me shkaqe shëndetësore. Besharaj dhe Plaku në bashkëpunim me njëri tjetrin dyshohet se kanë kryer vrasjen e Gentian Bejtjes, ndërsa Haxhiu ka siguruar kushtet e saj. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kërkon dënimin e bosit të drogës Islam Sefa. SPA kërkon 17 vite burg, i cili sipas gjykimit të shkurtuar shkon në 11.4 vite. Islam Sefa dyshohet si drejtues dhe financues i trafikut të drogës në Gjermani në vlerën e 3.3 milionë eurove.
Gjatë procesit gjatë hetimeve janë evidentuar 9 episode dhe është provuar se sasia e lëndës narkotike të trafikuar është 912 kg marijuanë, ndërsa vlera e lëndës narkotike të trafikuar ka shifrën e 3.374.400 eurove. Islam Sefa, i dyshuar si kapo e trafikut, u arrestua më datë 2 korrik të vitit 2024 në një lokal pranë prokurorisë së posaçme në Tiranë. Agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit mësyn në kafene ku Sefa e kishte lënë për t'u takuar me një avokat vetëm 100 metra larg spakut. Islam Sefa është vëlla i Bujar Sefos, i cili më datë një korrik të vitit 2024 u shpall fajtor dhe u dënua me 10 vite burg për kultivim të narkotikëve në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Kosova drejt zgjedhjeve të reja dështon edhe tentativa e 13 për konstituimin e kuvendit. Ndërkohë lëvizja vetëvendosje vazhdon me kandidaturën e Albulena Haxhiut për kryeparlamentare, ndërkohë që kjo e fundit nuk siguron dot votat. Nga ana tjetër ende nuk ka një reagim, pranimi ose refuzimi nga opozita për ftesën e kreut të LDK-s Lumir Abdixhiku për formimin e një qeverie tranzitore mes tyre. Deri më tani deputetët kanë kaluar vetëm 2 pika të agjendës së seancës konstituive: raportin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe atë të betimit të deputetëve. Por procesi ka ngecur te pika e 3, zgjedhja e kryeparlamentarit. Edhe pse nga Bashkimi Evropian janë të shqetësuar dhe poshtojnë thirrjet për zgjidhjen urgjent të kësaj situate, daljen nga ngërçi apo kriza e thellë institucionale dhe politike në Kosovë, ende nuk ka tym të bardhë. A do ta formojë dot qeverinë Albin Kurti apo do të dorëzohet dhe vendi do të shkojë në zgjedhje të reja? Ushtria ruse pushtoi sot sheshin e kuq në Moskë, teksa vendi shënon 80 vjetorin e fitores së Bashkimit Sovjetik ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Siç është bërë traditashmë, kur Rusia feston ditën e fitores, i tregon Muskujt perëndimit. Sot presidenti rus Vladimir Putin ishte krah më shumë se 20 udhëheqësve ndërkombëtar, mes tyre presidentit serb Aleksandar Vučić, kryeministrit slovak Robert Fico, presidentit brazilian dhe atij venezuelian, por edhe mikut për të cilin u lumturua më shumë, presidentit kinez Xi Jinping. Në fjalën e tij drejtuar ushtrisë ruse, veteranëve dhe më shumë se 20 liderëve ndërkombëtar, Putin tha se Rusia sot kujton mësimet e luftës së dytë botërore. Në një mesazh hapur kërcënues për Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, perëndimit në tërësi, ai tha se muri i Rusisë nuk thyet kurrë. Rusia ka qenë dhe do të vazhdojë të jetë një mur i pathyeshëm kundër nazizmit, rusofobisë dhe antisemitizmit. Ne do të luftojmë kundër mizorive të kryera nga ata që mbështesin këto ide agresive dhe shkatruese. E vërteta dhe drejtësia janë në anën tonë. Gjithë vendi, shoqëria dhe populli ynë mbështesin pjesëmarrësit e operacionit special ushtarak në Ukrainë, thot ai, duke vazhduar të mos e quaj lufta të atje. Jemi krenar për guximin dhe vendosmërinë e tyre, fuqinë e shpirtit që gjithmonë na ka sjellë vetëm fitore, u shpreh Putin. Para fjalimit të Putinit dhe mbajtjes një minutë heshtjeje, komandanti i trupave toksore Oleg Salikov udhëhoqi 11.000 trupat në sheshin e kuq ku inspektuan nga ministri i mbrojtjes. Pjesë e këtij marshimi ishin 1.500 forca ushtarake që kanë luftuar në Ukrainë, po ashtu trupa kinez. Në paradu ekspozuan edhe disa prej armatimeve më të fundit Moskës, përfshirë edhe dron. Ndërkohë një pritje madhështore ju rezervua edhe presidentit serb Aleksandar Vučić si një kërshillok i hapur ndaj Bashkimit Evropian, që e kërcënoi se nëse do të shkonte në Moskë, atëherë do t'i ndërpritej rruga për në Union, gjë që si gjithmonë nuk ndodh, pasi Vučić vazhdon të përkëdhelet nga ndërkombëtarët. Presidenti amerikan Donald Trump vazhdon luhatjet me vendime të rëndësishme. Së fundmi ai është zbythur ndaj Kinës, duke lënë të kuptohet se tarifat e vendosura mbi mallrat kinez mund të ulen, pasi zyrtarët e lartë të tregtisë nga 2 ekonomitë më të mëdha në botë do të negociojnë së shpejti. Trump paralajmëron një negociat shumë miqësore me Kinën, e cila do të sjellë uljen e tarifave. Niveli i tarifave tani është 145%, nuk mund të shkojë më lart se kaq. Pra ne e dim se do të bjerë, thot Trump. Unë mendoj se ka përqen një takim shumë miqësor. Kam përshtypjen që ata presin me padurim të ulin tensionet në një mënyrë mjaft elegante, vjoj ai. Zëvendës ministri i jashtëm kinez Hua Chunying u shpreh se Pekini ka besim të plot në aftësinë e tij për të menaxhuar çështjet tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë ekspertët thonë se të dyja palët janë nën presion ekonomik në rritje dhe zbutja e situatës u vjen përmbar si shubave ashtu edhe Kinës. Urimet nga të 4 anët e botës për papën e ri Robert Francis Prevost, Leone 14 vazhdojnë, e teksa të gjithë marrin zemër nga fjalët e para të tij. Të tjerë analizojnë faktin që edhe pse është amerikan, ai është kundër politikave të çmendura të presidentit Donald Trump. Mirpo lajmet sot që bën xhiron e rrjetit flisnin për bastet e çmendura që kuatuan emrin e tij, pasi ishte shumë surprizë si kandidaturë. Me mijëra dollar u humbën dhe fituan në bastet që vendosën shumë njerëz në mbar botën për emrin e ri të pasuesit të Papa Franceskut në Vatikan.
Tirana është bllokuar dhe paralizuar nga Giro d'Italia, edhe pse kemi hallet e zgjedhjeve në fakt. Mirë po kjo ishte propagandë safie menduar nga Rama që hodhi miliona euro për fasadën 2 ditë para zgjedhjeve, që shqiptarët ta kenë freskët dhe ta votojnë ndoshta. Me rastin e Giro d'Italias, kryeministri ka dhënë një intervistë së fundmi për Corriere della Sera, ku e ka shfrytzuar si gjithmonë edhe për të bërë propagandë zgjedhore, një ditë para heshtjes. Rama thot për gazetarit italian se një event sportiv si Giro d'Italia dikur nuk paramendohej, ndërsa sot është bërë realitet. Sipas tij, Giro d'Italia është një ngjarje me traditë shekullore dhe përfshirja në itinerarin e saj është një deklaratë e qartë se Shqipëria është prezente për të marrë pjesë jo vetëm për të parë. Sipas tij, Giro d'Italia është një dritare nga e cila bota do të mund të shohë thellësinë e Shqipërisë, që shpesh është gjykuar vetëm sipërfaqësisht.